Do të shkojmë sërish drejt për drejt në Pallatin e Sportit Faria Hoti, aty ku po rinumrohen votat për qarkun e Tiranës. Enkel Xhangoli është në komunikim të drejt për drejt me mua për më shumë informacion. Enkel, si po shkon procesi dhe çfarë ka rezultuar deri tani nga rinumrimi? Vijon normalisht procesi i rinumrimit, ndërkohë nuk janë shënuar incidente apo ndërprerje gjatë kësaj kohe, pra që prej orës 10 ku ka filluar procesi i rinumrimit, ndërkohë nga ana tjetër janë zyrtarizuar, le të themi deri diku, edhe rezultati që kanë ardhur nga kutitë e para. Më konkretisht, sipas edhe vlerësimit që ka përkas, janë zyrtarisht 13 kuti që janë vlerësuar fletët e votimit. Bëhet fjalë sipas këtyre vlerësimeve që janë bërë, Partisë Demokratike i janë shtuar 4 vota, ndërkohë Partisë Koalicioni Euroatlantik po ashtu janë shtuar 3 vota, ndërkohë Partisë Socialiste i janë hequr 17 vota. Nga ana tjetër, sipas verifikimeve të bëra deri në këto momente, Partisë Mundësia i është shtuar 1 vot, ndërkohë Partisë Social-Demokrate po ashtu i është shtuar 1 vot. Por ky rezultat ka të bëjë vetëm me 13 kuti, të cilat tashmë janë pasqyruar edhe zyrtarisht nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve pas vlerësimit që bëhet nga KAS, pasi procesi i rinumrimit ka një proces disi të gjatë, pasi numëruesit duhet të verifikojnë së pari nëse fletët e votimit kanë vullat e dedikuara për këto fletë votimi, pas do të lexojnë votën për subjektet politike dhe po ashtu edhe për kandidatët të forcave politike. Por në këto momente që ne flasim, kanë përfunduar pothuajse 24 kutitë e para, ndërkohë po hapen kutitë e tjera, pasi janë 24 grupe numërimi të cilët hapin kutitë e votimit, bëjnë vlerësimin e materialeve zgjedhore, pra nëse proces verbalet janë të sakta, nëse numri i votave korrespondon po ashtu me numrin e zgjedhësve, pra gjithë ky proces sigurisht që do kohën e vet për sa i përket kutive të votimit, por në momentin që një numërues se konstaton pra nëse ka patur parregullsi ose jo një fletë votimi, dhe në rast se ka dyshime për sa i përket një fletë votimi, menjëherë i dërgohet KAS, i cili ndodhet po ashtu në vendin e numërimit, dhe antarët e KAS janë ata që bëjnë vlerësimin e fletës së votimit nëse do i quajnë të vlefshme apo të pavlefshme. Por deri në këto momente ky proces ka vijuar normalisht, ka vijuar pa incidente, ndërkohë që përfaqësuesit e forcave politike të interesuara ndodhen pikërisht në vendin e numërimit për të parë nga afër këtë proces, por më konkretisht dhe interesi më i shtuar sigurisht është i Partisë Demokratike, e cila ka qenë ajo, le të themi deri diku që ka qenë shkaku i këtij procesi rinumërimi për shkak të ankimimeve të vazhdueshme dhe akuzave që ka patur për sa i përket procesit zgjedhor, të cilët cilëson si një proces të manipuluar. Ndërkohë, po ashtu nga afër po ndjek procesin kryetari i Partisë Mundësia, zoti Agon Shejaj, po gjithashtu edhe zoti Erald Kapri, kandidati i Partisë Mundësia në zgjedhjet 11 maj, i cili arriti të marrë mandatin e dytë të kësaj force politike, ndërkohë duhet thënë që për sa i përket rivlerësimit, dhe pse do shpejt të flasim për një trend nëse ka parregullsi apo mund të kenë ndryshime ose jo për sa i përket renditjes së mandateve sipas kandidatëve, por duhet thënë që Partia Demokratike ka pak a shumë 2 skenar të cilët mund të marrin mandatin e 14 ose jo. Në fakt skenari që i parë që disi edhe më i vështirë për të arritur për Partinë Demokratike është që Partia Demokratike të marrë 1200 vota në kuadër të këtij procesi e rinumërimi për të marrë mandatin e 14 që i përket në këtë rast do i përkiste zotit Alim Mehmeti, por ndërkohë nga ana tjetër skenari tjetër që Partia Demokratike mund të marrë mandatin e 14 pra mandatin e zotit Alim Mehmeti është që Partia Mundësia të zbresë ose të hiqen 117 vota në mënyrë që zoti Erald Kapri, kandidati i Partisë Mundësia, të humbas mandatin e tij dhe ky mandat më pas do të shkonte Partisë Demokratike, pasi në zgjedhjet 11 majit ka qenë një garë fort mes Partisë Demokratike dhe Partisë Mundësia për mandatin e 14 për
Partinë Demokratike, Alanca për Shqipërinë Madhështore dhe për mandatin e dytë që kishte Partia Mundësia, por në përfundim të procesit të 11 majit, Partia Mundësia arriti që ta mbajë mandatin e dytë të zotit Kaprit. Por ndërkohë nga ana tjetër, një garë fort mbetet edhe brenda vetë Partisë Socialiste, ku po ashtu është një garë disi e ngushtë, ndonse në Partinë Demokratike Zonja Tabaku dhe zoti Ali Mehmeti ka një diferencë shumë të lartë nga njëri tjetri, pasi Zonja Tabaku është rreth 2400 vota para zotit Ali Mehmeti, ndërkohë nga ana tjetër në Partinë Socialiste Zoja Xhashka, e cila arriti të merrte mandatin në zgjedhjet e 11 majit vetëm me një diferencë prej 140 votash në krahasim me zonjën Gjyla Meti, e cila ishte dhe rivalja, nëse do ta quajmë kështu, deri në kutinë e fundit në brenda Partisë Socialiste, por do të shikojmë në vijim se nëse do të ketë le të themi një numër të konsiderueshëm që mund të ndryshojë ose jo, qoftë në krahasim me subjekte politike, por qoftë edhe renditjen e mandateve brenda listës subjekteve politike brenda tyre. Pra, nëse do të kemi një zëvendësim të emrave të kandidatëve të cilët të mund të sigurojnë mandatin e deputetit. Por duhet të thënë që janë 1282 vota të qarkut të Tiranës që do të rinumërohen dhe është ende herët për të patur një trend nëse do të kemi ndryshime për sa i përket numrit të votave për subjekte politike apo dhe shpërndarjes të mandatit të deputetit brenda listës së subjekteve politike. Por deri këto momente nuk ka patur të shënjuara apo të konstatuara parregullsi të cilat mund të konsideroheshin me të rëndësishme dhe që mund të kenë cënuar procesin e 11 majit, por janë vërejtur disa parregullsi të cilat shpesh konsiderohen si gabime njerëzore, por sigurisht gjithçka do të verifikohet edhe nga ana e KAS, i cili do të jetë ai në përfundim që do të japi vlerësimin final dhe sigurisht edhe rezultatin final që do të vi nga ky proces i rinumërimit.